Pyetje tjetër. Për të mos rënë pre e dezinformimit, kjo heqjen non grate për qytetarët ta kuptojnë më thjesht, apo lejimi i juaj dhe familjes soj për shkuar në Shtetet e Bashkuara, është produkt i lobimit apo është produkt i një vendimarrje vetëm i Departamentit Amerikan të Shtetit? Është një produkt në përputhje me ligjet e plot, në përputhje të plot me ligjet që kanë Shtetet e Bashkuara. Me ligjet e Shteteve të Bashkuara. Këtu nuk do të kemi, sepse... Një minut. Mund të bësh çdo përpjekje ti, po në qoftë se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara e konsiderojnë jo të përshtatshme për vendin e tyre, çdo gjë përfundon në hiç. Por unë me që jam këtu, thash, falënderova administratën e president tam dhe sekretarin Rubio, falënderoj familjen time, bashkëpunëtorët e mi të ngushtë, falënderoj të gjithë antarët dhe antarët e Partisë Demokratike, mbështetësit e saj, miqtë e mi në Shqipëri dhe kudo që janë, për solidaritetin e tyre të jashtëzakonshëm, që kanë treguar ndaj meje në sagën time, për të vërtetën dhe dignitetin njerëzor. Falënderoj ata 500.000 shqiptarë që në kushte më të vështira, më të jashtëzakonshme, të farsave të shëmtuara elektorale, votuar Partitë Demokratike dhe Sali Berishër me mbi gjysmë milion votash. Ndaj dhe unë ftoj qytetarët demokratë vazhdojnë betejën tonë, gjerë në realizimin e misionit tonë, rikthim në votës lirë dhe të opozitës në pushtet.